Si është Ramazani për ty? Si e kalon këtë muaj? Je angazhuar me këngë, me angazhim apo më shumë? Është një muaj që është një ndjenjë shumë e veçantë. Në fakt, gjithë ato që agjerojnë besoj që e din, e bëjmë shumë kënaqësi edhe nuk është të vështirë, sidomos i vjet që është orari edhe shumë i shkurtër, pavarësisht disa obligimeve të mia që unë nuk i kam të shumta në Ramazan zakonisht. Edhe por nuk më pengojnë as pak. Habitën njerëzit, sepse njerëzit mendojnë që estrada, këngëtarët nuk e agjerojnë Ramazanin. Jo, nuk besoj, ka shumë artistë që mbajnë Ramazan, kështu që tani vetëm është e ditur që ne mbajmë Ramazan, shumica e estradës. Atëherë, uroj që ta kalojmë një Ramazan të lehtë. Faleminderit, uroj që Zoti t'ja u pranoj lutjet edhe të mirat, edhe shpresoj që ky muaj të jetë muaj i solidaritetit, paqes edhe që t'jemi sa më afër njerëzve që kanë nevojë për ne. Faleminderit shumë. Zakonisht në fillim ne e nisim me muzikë, prandaj do doja ta nisim me një nga këngët tua ikonike kështu, ha? Po. Veçimi. E 2004-s. Veçimi, 22 vjet pas. Nostalgji e madhe kjo. Nostalgji ta sillni në live. Patjetër, me kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, maestro.